Bismillahirrahmanirrahim. E falenderojmë Allah subhanahu wa taala, salavatet ja dërgojmë të dërguarit ton Muhammedit alayhi salatu wassalam. Vëllezër të nderuar, jemi duke jetuar netët më të bukura, netët e Ramazanit. Tash vetëm se jemi hyrë në vjetëshin e fundit, në vjetëshin e fitores. Pejgamberi alayhi salatu wassalam na ka mësuar që në çdo kohë dhe në çdo vend ka dua të veçanta. E na do t'i përmendim disa prej tyre. Kur të vesh ihramin dhe nisesh për umra ose për hax, e ban duan dhe duaja më e mirë është lebejk Allahumma lebejk, lebejk la sharika lak lebejk. Masanej kur t'je në Arafat, duaja më e mirë që bëhet në Arafat është la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Pastaj doja e ditës, e cilës ditë? Doja e ditës së xumah është më e mira ti çojsh salavat pejgamberit alayhi salatu wassalam. Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. E cila është doja e kësaj natës madhështore, natës së Kadrit, e që lutim Allahun xhelel xhelaluhu që të na mundson të arrijmë këtë natë, e që tregohet në transmetim që Aisha radhiyallahu anha e ka pyetur pejgamberin alayhi salatu wasalam, edhe i ka thënë: Ja Rasulullah, nëse e arri natën e Kadrit, çfarë doje ta bëj? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë: thuaj Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. O Allah, ti je falës, e don faljen, falë mua. Këtë dua pejgamberi alayhi salatu wasallam ja mësoi Aishës radhiyallahu anha, po na mësoi edhe neve që na të lutemi me këtë dua në natën e Kadrit apo në këto 10 natë e fundit, që Allah subhanahu wa taala na fal gjunahet tona ja Rabbel Alamin. E lutem Allahun që Allah ta mundson të shfrytëzojmë edhe këtë ditë që na ka mbetë, e të arrijmë natën e Kadrit, e ta lutem Allahun subhanahu wa taala me këtë dua të veçantë që na ka mësuar pejgamberi alayhi salatu wassalam.